kam vetëm një pyetje për këtë. Ky është mendimi im. Jemi në rraj mendimesh këtu. Si vërtetën e di vetëm ai i lartë. Nëse është lartë, unë mendoj se është mrena nesh po i çoj për metaforë. Për aforizëm. Është e pamundur që po shikosh emrat e gjithë pasurve, më të pasurve sot nuk kanë të bëjnë fare me njeriu. Është thjesht me teknologjinë dhe inteligjencën artificiale. Për shembull këtu e ti sham shetomo, si puna na vi në njëri këtu të dyve neve. Vetë na thoj, shikoj. Hologram. Po. Neve do investojmë te holograma. Ti nuk e pse të vish këtu, takohesh me doktor. Holograma do prodhoj dhe mendimin. Po nuk do takohesh me doktor Edvinin, nuk do pish kafen që të futesh në studio. Juve do ju merret e truri, do ju futet një chip, dhe juve do jeni me hologram, ti mund të rish në shtëpi me gruan tënde, me gjitha me radhë, se ta shesin shumë bukur. Domethënë, ne nuk po të lodhim. Shpend, këtu bëhet lidhja pse ata thon get rid of the poor people, sepse në momentin që ti çon mendimin, ideologjin, ekonomin në këtë drejtim, atëherë prit që ata, domethënë këta njerëz që dominojnë këtë korpuskull të rëndësishme, prit që ata thonë, ç'pun kemi, ç'i duam njerëzit, jemi neve. Po. Do mbajmë edhe ca të tjerë. Domethënë prit fenomene të tilla. Domethënë dhe kjo që ata komunikonin me njëri tjetrin duke thënë këto gjëra, nuk është se ka lindur nga qielli, ka qenë sepse ata e përjetojnë një gjë. Po si ka mundësi që njerëzit nuk e kuptojnë apo? Domethënë është problemi i madh. Domethënë se neve folëm për subkonsciencën, folëm për konsciencën e gjitha me radhë. Folëm për atë kromozomin nivel 2 që nuk mund ndryshojë dot dhe vjen puna që këta ndoshta nuk ta ndryshojnë gjenetikisht, po këta ta bombardojnë atë pjesën 10% e konsciencës, që ti mos reagosh dot. Këtu ka një dhe nuk ndodh rastësisht në këtë moment. Për shembull, është një studim italian i cili në Itali rezultojnë 34 milion të rritur, analfabet absolut, analfabet relativ dhe analfabet funksional, të treja kategoritë. 2 milionë gjys janë analfabet absolut, të tjerët sipas kategorive. Ka 2 milion. Dhe ata që merren me politik e kanë shumë të qartë që në Itali nuk ka për të fituar askush i cili shpreh mendime apo kërkon bashkëpunimin e komunitetit në bazë të mendimeve apo projekteve të tij. Në vende si Italia, mjafton ku më i miri është analfabeti funksional, më i evoluari për tyre, ai merr informacionin që e media. Ai nuk lexon, ai nuk hap, ai nuk ka intuit, ai nuk studion, ai nuk e diskuton, kaq. Kështu që është e qartë që nëse ti furnizon këtë backbone trunor i organizuar në këtë mënyrë, sikurse unë thash, dhe e martelon e godet vazhdimisht me informacione në media, ato që do ti merr këtë rezultat. Nuk ka mendim ndryshe. Pra domethënë dhe që ka Italia kështu. Pra nuk është, po imagjinone. Strategjikisht. Tani e kuptova pse fiton Rama doktor. Strategjikisht kjo nuk ndodh. Kjo nuk ndodh ndodh tani, pse ndodhi rastësisht tani, është e projektuar, po është punuar prej kohësh etj, sepse ti edhe ato që janë disa zëra në Evropë, që flasin për median edhe apo në Shtetet e Bashkuara, flasin pikërisht për këtë gjë që media është totalisht në funksion të këtyre 63 personave apo familjeve të cilat po e çojnë ekonominë botërore në këtë drejtim. Edhe politikën sigurisht edhe mendimin. Kështu që për fat keq, në qoftë se nuk do ndodhi një ndryshim i madh, e urojmë në kuptimin për të mirën e njerëzve, po nganjëherë ndryshimet e mëdha janë me shumë sakrifica, që edhe kjo, domethënë, nuk do donim ta përjetonim Jo, ne nuk do donim ta përjetonim, po mos të donim ta përjetonim, doktor, nuk do kishim punuar që të na duhej që të bënim sakrifica për të ndaluar diçka që vetë lejuam, a kupton se kjo është absurdi logjik. Pyetja që më bëre ti çfarë, domethënë si ndihem. Sigurisht nuk ndihem mirë në kuptimin edhe të këtyre ngjarjeve që ndodhin, që janë fare të papëlqyeshme, domethënë që as më ka shkuar ndonjëherë në mend që do të gjithë ky proces kishte rrënjë kaq të thella. Por
Ndihem keq edhe për vete, sigurisht, sepse nuk kaloj në një moment kur je i akuzuar, kur duhet nuk ndihesh mirë. Unë po të isha në vendin tuaj, doktor, që më shumë mundësi kam për qënë në vendin tuaj. Uroj që jo. Po kam për qënë se në fund ditës antikonformist do vi momentin që lupa e qeveriu do drejtohet edhe nga unë, edhe kush e di që do më nxjerrin në gjitha merat, e mirë pres, jam i përgatitur të pakën, në shpirtërisht, unë do ndihesh triumfator. Sepse unë nuk mund të ndihem keq për një gjë që vetë njerëzimi e ka votuar me veten e vet, me dorën e vet, a kupton? Neve mua më shton një vrasës. Në 2020, kur veja për të marrë bukë për familjen, me atë lejen e famshme, kalova kordonin pa dashje, se truri im nuk është i fokusuar tek kufizimi. Dhe mua po të më thoshe një muaj para që do mbyllet gjithë bota në karantinë, do thosha doktori e çmendur. Nuk të besoja në botë. Se s'ka mundësi që 8 miliard vetat bllokohen në një farë moment, nuk ma hante logjika fare. Pas 2020-s kur unë shikoja zogjt që vinin parvaz dhe fluturonin dhe unë isha i mbyllur nga armiku imagjinar, kjo është e tmerrshme. Aty kam kuptuar me janë hapur syt. Më ka thënë një gjyshe, ti e vrasës, më ka bërtitur thua se i kisha vrarë djalin. Pse? Sepse kalova, u afrova, ti do të më vrasësh mu. Për këta lloj njerëzish, unë personalisht nuk kam respekt. Shiko, nuk në rastin tim nuk as triumfator, as i kënaqur. Unë thjesht e kam parë, si e kam parë unë. Unë e kam parë, unë edhe mund mos flisja fare. Po. Si shumë tjerë. Për të mos thënë, për të mos bërë atë që folën broçkulla, edhe sot nuk dihet ku janë, për t'i bërë për t'i bërë qefin. Po i përmendni memrat, po e kam parasysh për këto. Po, në mos bëja këtë, të paktën të heshtja edhe. Unë e kam parë si një proces, këtë nuk e kam treguar kur, po atë ditë që unë kam shkruar dhe jam shprehur për herë të parë, vjen një kolegu im, shok, e kam shumë mik, është profesor italian, vjen shpesh në Shqipëri që operon edhe më thotë hajmë ngjezim bashkë. Edhe vjen po shtëpisime dhe unë zbres me dy fëmijët e mi që ishin voglat. Edhe ai vjen ulet dhe thotë kam udhëtuar nga Roma në Tiranë, tha, po nga mbrapa kisha një familje që shqiptare që vinte nga Lodi, aty ku ra për herë të parë, që ishin në status influencial, pra dukeshin që ishin që mund të ishin të kontaminuar. E i thash, si më vjen edhe më takon dhe pata një lloj revolte në kuptimin duke u merakosur për fëmijët e mi, për vajzat e mia në radhë parë. Dhe në radhë dytë duke u merakosur edhe për gjithë tjerët, se është automatike. Kur mendon për familjen tënd, për fëmijët apo për prindit e tu, ke menduar edhe për prindit e tjetrit. Absolutisht, edhe për prindrit e mi, edhe për fëmijët e mi. Dhe e vlerësova, thash, kjo do një përgjigje në kuptimin e ndërkohë unë kisha informacione shumë të thelluara. E dija që ky ishte një virus që ishte prodhuar në mënyrë artificiale. Edhe fillova të shprehesha. Unë shpreha që të mundohesha që në rreth të parë të më dëgjonin se çfarë mund të bëj më mirë. Dhe nuk patën një reflektim, nuk ashtu. Dhe e dyta, qëllimi, pastaj kur erdhën dhe vaksinat në lojë, ishte që ajo gjë që u bë me virusin mos të njëmifishohej me këto vaksina që ishin problematike, dhe nuk thuaj që ishin problematike. Sot për shembull ke 3 shtete në Amerikë që e thon. Jo që e thon, që e kanë konsideruar që mRNA shots janë armë biologjike vetë vaksinat. E fundit ishte, në mos gaboj unë, Mississippi, është Arizona, Mississippi, sigur nuk jam i sigurt për shtetin tjetër. Që të mos të jemi korrekt. E fundit ishte Mississippi. Edhe vazhdojnë ata proceset e tyre. Është histori e gjatë. 5 shtete e kanë denoncuar Pfizerin. Kështu që
Unë besoj që do japin një përgjigje dhe kësaj çështje. Por nisur nga mua, unë e mendova që sigur edhe dikush të më dëgjoj, s'ka gjë, mirë është. Unë e dija që do kisha një reperkusion për këtë gjë, padyshim. Por jo të këtij niveli, jo kaq shumë. Pse deri ku e kishe menduar? Kurioz jam. Unë mendoja që unë isha shefi i shërbimit. Do të ishe nga shefi i shërbimit. Kam qenë shefi më i suksesshëm, se e gjeta kur jam bërë shef shërbimi, e gjeta me 200 operacione në vit, edhe me 2 chartera që niseshin çdo ditë për në Stamboll për të operuar nga zemra, dhe e lash me 900 e sa operacione në vit, me 0.6% dekshmërinë, e gjeta me 10, kështu që 0.6%? 0.6, pra më pak se 1%. Më pak se 1%. Dhe unë satisfaksionin tim e mora. Për këtë gjë e kisha arritur. E mendova, thash, maksimumi, ta do me si shef shërbimi, po puna madhe. E ç'vlerë ka kjo kundrejt kësaj gjëje tjetër, kupton? E kisha menduar në këtë nivel. Nuk më kisha shkuar mendja kurrë. Fillova dyshoj se pastaj filluan të eliminoheshin këta kolegët e mi në këtë email. Pa ata ishin shprehur. Kishte patur shprehje publike të tyre në lidhje me prodhimin artificial të koronavirusit. Unë vetëm e kisha përmendur diku tangencial, por nuk kisha bërë një qëndrim të thelluar publik. Eksakt. Bile nga më rebelët e këtij grupimi ishte një profesor BIM i Universitetit Pittsburghut, i cili kur pa që 2-3 kolegë kishin patur një fund të mirë, shkon te rektori i Universitetit Pittsburghut dhe thotë nesër në orën 10 do kërkosh konferencë shtypi sepse unë do të them gjithë të vërtetat e Covid-19-s. Edhe rektori bën një lajmërim zyrtar. Është kërkon gjithë mediave të Pittsburghut që nesërmen profesor Bim do bëj një informacion mbi disa sekrete të Covid-19 dhe trajtimin e tij. Atë ditë në darkë, në orën 10 natës, dikush i futet tek shtëpia e profesor Bim, e qëllon me 3 plumba në gjoks dhe pastaj vrasi u gjeti vetë vrarë në makinën e tij 2 kilometra më tutje. Policia e Pittsburghut thot që vrasja kishte ndodhur pasi profesor Bim kishte një marrëdhënie me gruan e këtij vrasit. Edhe gjithë gazetat, domethënë disa analistë në atë kohë qeshën që edhe nëse do kishte marrëdhënie me gruan time, do kisha prit deri të nesërmen ta dëgjoja, do e vrisja ndarkë, kupton? Ishte aq banale. Ishte aq edhe tipike e këtyre. Siç u vra Kennedy, që e vra Oswald, pastaj vran Oswaldin, se jo ka qenë të merr fare. E njëjta gjë. U vra Oswaldi duke vajtur për gjyq, nga njëri me kapele që u vra. Pra kjo tregon edhe rëndësinë e kësaj gjë, ëh. Se këto nuk ndodhin për Kennedyn, pra, për ish presidentin e shtetit më të fuqishëm të botës. Kështu që se ka për çik federal rezerva i pranaj. Kështu që dhe nuk e mendova kur një që do arrijej deri këtu, domethënë. Dhe sigurisht që pastaj e kam analizuar në kuptimin se edhe një koleg tjetër në Amerikë po kështu i ndodhi. Edhe atë akuzuan për evazion fiskal që në një moment kur ti do luftosh të vërtetën ose do eliminosh atë që e thot vërtetën. Në momentin që ai e ka thënë të vërtetën e tij, pra kur e vërteta është lançuar tashmë, duhet bësh që kjo e vërtetë jetë e pabesueshme. Atëherë që kjo e vërtetë jetë e pabesueshme është ta bësh pis. Po. Si mund ta bësh pis? Ka shumë mënyra. Mund të sajosh një gjë seksuale, mund të sajosh një gjë ku e di unë. Dhe ndërmjet tyrave është dhe korrupsioni, që ishte më i besueshëm në rastin e një mjeku që punon në Shqipëri apo jo. Pavarësisht se kanë kaluar 5 vjet dhe nëse ky korrupsion pas ka qenë, siç e thoshte edhe ish ambasadorja amerikane 2 muaj mbasi më arrestuan mua, tha te zoti te emisioni Opinioni, zoti Blendi Fevziu i tha, është sukses i jashtëzakonshëm i spaku të arrestuar doktori, që tani një ambasador e një shtetit më të rëndësishëm të botës, një cop doktori,
as duhet ta kishte në memorie. Gjithsesi ajo e tha. I kanë thënë padronën, pra i kanë thënë padronën na shoh. Atëherë kur ishte ky problemi, në këto 5 vjet, nuk është se ky korrupsion eliminohet me një njeri. Sa mjek tjerë janë akuzuar për korrupsion? Zero. Të është bërë ty dhe atit shkretit anestezistit që ngeli gjithë spitali ushtarak se s'kishin student anestezist, e futin i dha tjetri 200.000 lekë, futi 200.000 lekë të vjetra, pa e pranu fare. Po kam përshtypjen mund të kenë ndodhur në atë fraksion kohe, po. Mbas edhe pak më përpara. Por historia është e tillë që ka patur dhe raste të tjera pedagoge të tjera me maska të zeza, thuhet i rat shkretit. Duhet ishte një gjë ongoing, një proces ongoing, në 5 vjet duhet kishte gjuetia korrupsionit valla. Po pra, gjuetia e shtrigave. Në momentin kur ti godet një njeri, dhe ti dhe me këtë akuzë apo për ta bërë pis. Ky është qëllimi. Në momentin që bëhet pis, e vërteta nuk dëgohet. Sepse e ka thënë dikushi që është i kompromentuar, që ka bërë gjëra të palishme, ka shpërdoruar besimin e njerëzve, më thehet thash, domethënë gjithë këto elemente. Kështu që kjo është sa historia e gjithë njerëzimit. Bëhe pis atë që thotë vërtetën, e vërteta unë vet. Po. Fatmirësisht, nëse unë, domethënë jam i kënaqur se i lumtur s'mund të jam i kënaqur është për faktin që kjo e vërtet që unë thash aq pak apo shumë sa u dëgjua në mënyrë repetitive çdo ditë që kalon vijnë informacione, vijnë të vërteta, të lidhura, duke treguar në mënyrë direkte apo indirekte që çfarë unë kam thënë, e kam thënë të vërtet, e kam thënë në dashamirësi absolute, pa asnjë lloj përfitimi, përkundrazi, me kosto. Dhe në mënyrë 100% tregojnë që e vetmja arsye që e bëra ishte që të shpëtonim sa më shumë njerëz në ato momente, duke ju treguar të vërtetën, dhe e vërteta, në momentin që ti e percepton të vërtetën, të jep mundësi të bësh edhe, si thuash, ti shmangesh fatkeqësisht deri diku, jo gjithmonë. Për shembull, nëse do të thonë që iranianët për 1 orë do hedhin një misil këtu ku ne po i regjistrojmë, pra ti di të vërtetën, ti merr dhe largohesh. Merr masa. Kupton? Edhe shpëton veten tënde dhe familjen tënde. Ke gjasa të shpëtosh. Eksakt. Kështu që kjo ishte. Dhe për sa mund të jemi i kënaqur unë, jam i kënaqur vetëm për këtë gjë. Ti duhet të jesh i kënaqur. Pavarësisht luftës, ajo e vërtet po del, unë uroj që të vazhdoj dhe të vazhdojnë të merren masa. Ai problem që neve kemi sot është që të gjitha këto gjëra po ndodhin, por asnjëri nuk po vihet përballë përgjegjësisë. Këto nuk janë gjëra të vogla. E vetmja gjë është që tani bëhet një gjyq në Holland, është një mega proces, janë 7 veta që kanë humbur jetën nga vaksinat, të cilët kanë bërë një gjyq dhe i kanë thritur dhe drejtorin e Pfizerit dhe këtë Bill Gatesin si dëshmimtar në këtë proces. Ndërmjet tjerëve ishte edhe një personazh tjetër quhet Francis Boyle. Francis Boyle ka qenë ai që ka një nga juristët më të jashtëzakonshëm të Shtetit Bashkuar, ishte se nuk jeton më. Dhe ai ka prodhuar aktin e bioterrorizmit në bioterrorizëm. Po, mbas 2001-shit, është jurist, ka qenë rektori i Universitetit të Illinois. Po. Dhe ai në dhjetor të 2019-s ka një intervistë të tij ku ai e quan Covidin, i pari e quan Covidin, kishte edhe informacione, një njeri që bën aktin e bioterrorizmit për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai në administratën Bush në atë kohë, ai e quajti COVID-19 offensive bioweapon. Është i pari i cili i vuri këtë terminologji që është një armë biologjike ofensive. Dhe ai u ftua në këtë kongres, në këtë gjyq në Holland, dhe u gjend i vdekur rreth pa qarta në dhomën e tij në hotel. Tani pyetja ime, çështja vazhdon. Pyetja ime është e keqe. Me dozet që kanë dalë, me fajlet që kanë dalë të emailit e Epsteinit, që thot we have to get rid
from the poor people. Po ajo nuk ka të bëj, domethënë ajo është flet dhe aty diçka për WHO-n, për OBSH-n e këto. Po ideja është a bie narrativa e një lufte kineze që donte me shkatru perëndimin, por është vetë perëndimi. Po ka rënë me kohë ajo. Jo për njerëzit. Jo, ka rënë në Senatin Amerikan në vitin 2024 u vërtetua, është vërtetuar që para vitit 2019 ka patur 9 mini pandemi në North Carolina. Po. Sepse aty bënte eksperimentet e veta ai që është koka shkencore e prodhimit COVID-19, që quhet profesor Ralph Baric. Pastaj ata e prodhuan, kishin si duhet më shumë hapësira dhe vazhduan në Wuhan. Wuhan ishte edhe një drejtuese tjetër kineze, Xi Zhengli, ose ajo që quhet The Batwoman, gruaja e laguriqit natës. Sepse doli që atëherë drejtoresha e Institutit të Virologjisë etj. Tani unë nuk merrem me këto. Thashë themnaret? Jo, thashë themnaret, po jo shërbimi sekret etj. Tani mund të ketë vërteta që të jetë edhe kinezët, po tek e fundit është legjitime çdo shtet. Çdo shtet i fuqishëm për të ekspansionuar. Jo, çdo shtet i fuqishëm prodhon armë biologjike, kundër armë biologjike, armë bërthamore, aty ku ja lejojnë i ndërton, aty ku s'ja lejojnë si ndërton, bëhet luftë etj. Tani ne nuk mund të merremi me këtë, se mundet që për shembull rusët kanë prodhuar ka viruse të tillë që janë prodhuar nga Rusia, që janë aq të tmerrshëm sa Covidi është lule. S'është asgjë. Por aq të tmerrshëm janë sa ata kanë ruajtur as virusin nuk e kanë ruajtur. As armën bakteriologjike nuk e kanë ruajtur. E kanë zhdukur dhe kanë ruajtur vetëm sekuencën gjenetike, që në rast se ju duhet ta riprodhojnë. Aq vdekje prurse janë. Kështu që s'ka asgjë për të çuditur që mund ta kenë prodhuar kinezët etj. Çështja që shtrohet është pse merren NGO si puna Eco Health Alliance, që është pjesë e Melinda dhe Bill Gates Foundation, me një çështje të tillë, kur duhet merret ushtria, merren institucionet përkatëse. Pra këtu ka dalë jashtë çdo binari kjo gjë. Si mund të merret me prodhimin e një virusi artificial një NGO, një fondacion? Pra këtu tani Amerika që është shtet, me këto gjëra merren institucionet përkatëse. Po. Ndërkohë që këtu po na del që merren korporatat me këtë gjë. Ky është problemi. Dhe këto korporata nuk ju lejua, se në të vërtetë DARPA, që është agjencia ushtarake, nuk ju ka aprovuar prodhimin e këtij virusi. Korrekt? Nuk e ka aprovuar në 2018. Në mënyrë korrekte, është dhe përgjigje. Ata morën e bën Wuhan. Këtu thjesht ka qenë kështu, ka qenë një laborator tjetër që do pranoje. Jo, sepse po ta bënte DARPA, po të kishte marrë, do thoshte po, do financojmë neve këtë. Financimi do bëj në laboratorët BCL6 që ndodhin në Fort Detrick, në Maryland, që kanë koeficient sigurie për këtë lloj virusi. Dhe mbase Covidis pandemia s'do kishte ndodhur kurrë. Ndërkohë që ata nuk patën mundësi se i thanë jo, atëherë kush i tha po, aty mund të ketë qenë dhe qeveria kineze etj. Wuhani nuk është BCL6, ishte BCL4, edhe aty pastaj shpërtheu. A ishte kjo një tentative për filluar një luftë lindje perëndim? Domethënë ishte kjo bomba bioteknologjike. Unë nuk dua ta besoj këtë gjë. Unë mendoj që dalja ka qenë aksidentale. Ti do ta besosh që dalja ka qenë aksidentale, po çdo lloj logjike e mundshme tregon që nuk ka qenë aksidentale. Jo, logjika tregon që dalja ka qenë aksidentale. Pse? Sepse në momentin që unë jam një delinkuent shkencor, dhe prodhoj një armë biologjike këtu në këtë dhomë, gjëja e parë që do bëj është që do e marr këtë dhe do shkoj në Beograd ta hedh, ose në Rom. Jo aty. Jo në vendin ku e prodhova, sepse në mënyrë direkte unë involvoj vetveten, qofse është e qëllimshme. Unë mendoj që është aksidentale. Jo, po qëllimi është që të prekë Kina. Pra, ata që e kanë çuar në laboratorin e kishin hedhur në Shangaj. Kishin marrë një epruvet në metron e Shangaj. Nuk më shkon me logjikën.
Por ama mendoj që në ngjarjet e reja fakti që këtu vite përpara këta një elitë e caktuar, një elitë shumë problematike me që rezulton të ketë bërë, domethënë 2011 emaile janë vetëm për pandeminë, se si do merreshin vesh me trusjen e Morganit në Wall Street për aspektin e financimit, se si do futej X apo Y me OBSH-n për të projektuar këtë 2011 emaile të zbuluara deri tani, kush e di sa janë të tjera. Tregon, është një ngjarje që duhet i vej gishtin kokën edhe individi më i thjeshtë, dhe ai që mendon që histori ka kaluar, kjo histori as dua t'ja di fare, edhe ai duhet mendoj. Paktën për 2 minuta të mendoj ç'do të thon kjo. Një njerëz si Epstein, dhe për çfarë Epsteini ç'a ishte roli i Epsteinit? Epsteini nuk ishte ndonjë, Epsteini ishte interlokutori. Aty ku bësh marrëdhëniet e biznesit, marrëdhëniet agjentërore etj. Dhe ai që kishte një projekt, thoshte për të realizuar këtë projekt mua më duhet X-i. Më X-in e kam ikun, thoshte. Po patjetër do të vej un kontakt. Ai X-i nuk pranon. Nuk pranon dhe. Tak, ditë të filmimi. E kishte të filmuar, për ç'a duhej një njerëz si Epsteini, duhej pikërisht për këto gjëra, pra për gjëra të rëndësishme. Për mbaruese. Për gjëra edhe jo të mira, ku një njeri normal thotë jo, unë nuk merrem me këtë. Nuk shkon për 7 parime të mia. Kur ti e kërcënon, kur e shantazhon, pastaj thotë ai patjetër. Domethënë kjo është makinacioni që ka ndodhur në ato mansonet që ai bënte këto gjëra, dhe në marrëdhëniet midis më të fuqishëm, këta janë më të fuqishëm të botës. Çfarë pritet tash? Çfarë pritet tash që këtyre u ka plasur bomba në dorë? Bomba që programuan për njerëzit. Gjëja më e mirë është që një gjykatë e thjeshtë si ajo hollandeze kishte të drejtë, pavarësisht se avokatët e Bill Gatesit nuk donin ta pranonin, në fund gjykatat amerikane thanë po, ti duhet shkosh ke përgjegjësi për këtë gjë. Gjykata të tjera kanë kërkuar dëmshpërblime shumë të mëdha, por ky ka përqenë një proces, gënjeshtra vazhdon, ndërkohë ka media të ndryshme, vazhdojnë i bin tamtameve, nuk është se kjo ka ndaluar, dhe kjo që ti the në krahun e dur të historisë, tamtamet mediatike vazhdojnë. Sepse paguhet, doktor. Po patjetër.